Alket Rizaj kërkon lirin. Këshilli gjyqësor i kundërvajtjes në Lamia ka shqyrtuar kërkesën që i dënuari shqiptar ka paraqitur për lirimin me kusht nga burgu i Domokostit ku vuan dënimin. Megjithatë, seanca për çështjen e 47 vjeçarit u shtypur në 6 qershor 2025. Lajmin e ka konfirmuar për mediat greke avokati i tij pasi Alket Rizaj ishte transferuar përkohësisht në qendrën e paraburgimit Korydallos për një çështje procedurale. Njeriu që sfidoi sistemin e sigurisë të burgjeve greke duke arratisur 2 herë me helikopter nga Korydallos është dënuar 2 herë me burgim të përjetshëm, ndërsa dënimet për veprat e tij të tjera arrin 25 vjet. Alket Rizaj ndodhet në burg për 21 vitesh që kur u arrestua për herë të parë në vitin 2003 për vrasjen e një shtetasi grek për të cilin dyshonte se kishte lidhje me të dashurën e tij ruse. Arratise gjatë këtyre viteve i mundsuan të gëzonte vetëm disa muaj liri. Megjithatë, vitet e fundit për sjelljen e tij ai ka mundur të marrë edhe leje nga burgu si në janar të vitit 2021. Më pas në një zonë të Lamias, efektiv të policisë të cilët po kontrollonin një automjet të dyshimt, në të cilën po udhëtonin 2 kriminal, pan të hipur edhe Alket Rizaj, i cili kishte marrë leje 5 ditore. Hera e fundit që Alket Rizaj ka kaluar pragun e gjykatave të Lamias ka qenë një vit më parë, për të gjykuar nga gjykata e kundërvajtjeve 3 antarësh të Lamis për armbajtjet e celular që i kishin gjetur në qeli. Më pas ai u gjet i pafajshëm.